Do t'vjojmë tani me tjera informacione ditën e sotme, por gjithashtu që në pasditën e dieshme, euro zbriti poshtë nivelit mesatar të 97 lekëve, duke prekur një nivel të ri, rekord të ullët në raport me leku në tregun e brendshëm valutor, dhe kjo rënje vjen pavarësisht se fluksi turistëve në vendin tonë është mi ullët në muajin shtator, por jedhoi dhe referuar dhënave historike, kemi pasur të bënim me një korektim të vlerës me tendencë në rritje të monedhës europiane, por këtë vit kjo nuk po ndodh. Më gjërësisht do diskutoj me zotin Artur Ribaj, ekspert i treggjeve financiare. Zoti Ribaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Si mund ta shpjegojmë këtë rënje të mëtejshme të euro, sikur se tham, zakonisht referuar dhënave historike, në shtator kemi të bëjmë me një korektim, me një rritje të vlerës së euros në raport me lekun, por pavarësisht kësaj, kjo nuk po ndodh. Mos po ndryshon njëkohësisht, përveç se një realiteti të ri në këmbimin euro-lek, kemi të bëjmë edhe me një ndryshim të strukturës. Atëherë, ne jemi në situatën ku shifrat dhe treguesit flasin, pavarësisht se ato janë të ndryshueshme her pas here dhe moment pas momenti. Përsëri shikojmë që jemi në një kurs këmbimi e cili ka zbritur poshtë 97 lek, gjë e cila nuk është hera e parë, pasi ka ndodhur që kjo të jetë edhe më herët në janar të 2025-s, ka qenë edhe më pak se sa kaq, pra në fillim të janarit. Në blerje, zoti Ribaj, sepse në blerje nga agjencitë e këmbimit valutor, kurse mesatari asnjëherë nuk ishte zbritur poshtë, u afrua në 97.1. E qartë. Pikërisht, por gjithsesi volatiliteti i monedhës ka qenë shumë i madh në këtë periudha kohe, dhe kjo ka krijuar pikërisht këtë lloj paqëndrueshmërie dhe këtë lloj frike në treg, për ata që janë zotrues dhe mbajtës të monedhës, duke bërë të mundur që të shikojnë përsëri rrezik në afat gjatë për lidhur me këtë lloj këmbimi. Gjë që shqetëson të gjithë aktorët e tregut. Megjithatë, përsëri do të thoja se nuk duhet të shoqërohemi me pjesën e vështirësive të ndjerit në panik. Pasi këto janë dhe ndryshime strukturore ashtu siç ju thatë, nuk flasim më për një sezon turistik të përqendruar vetëm në muajin gusht, por flasim për një sezon turistik të zgjeruar në kohë, por gjithashtu flasim edhe për sjelljen e parave dhe flukseve hyrëse nga investitorët huaj apo investimet huaja që vijojnë jenë të shtrira në kohë, të cilat bëjnë të mundur vijimin e ndryshimit të efekteve në kursin e këmbimit. Gjithë shqetësimi qëndron nëse këto janë kurse normale, të cilat vijnë si pasojë e efekteve të atyre çfarë unë përmenda, apo janë spekulime, të cilat krijojnë këtë volatilitet të fortë në kursin e këmbimit, i cili më pas shoqërohet dhe me humbje për ata që kanë të ardhurat dhe depozitat në monedhën euro, krahasuar me ata që kanë të ardhurat dhe depozitat në monedhën lek. Dhe sa i fortë vërtet është kjo monedhë, e cila ty të krijojë mundësinë që ti të mendosh që unë do të investoj në afat gjatë, do të lëviz investimet e mia, nga euro do t'i çoj në lek, sepse me sa po shikohet, leku është një monedhë shumë e fortë. Këtu kam rezervat e mia për ta konsideruar këtë. Të do pyesja arsyet që, sepse normalisht një monedhë forcohet sepse forcohet ekonomia. Pikërisht. Ky është nonsensi i gjës që më lë të mendoj se më shumë kemi efekte psikologjike të sjellurit dhe nxitjes së njerëzve në këtë lloj mori informacioni, e para, dhe e dyta, shpesh shpenzimet për konsum, të cilat vijnë nga nevoja e banorëve vendas për të këmbyer ato kursime që ju dërgojnë apo ato rezerva që mund të kenë, për t'i kaluar në monedhën lek. Pra, faktorët janë të shumtë, krahasuar dhe shtuar edhe me faktin që nuk mund të jemi më për të parë të njëjtën trend dhe tendencë, siç ka qenë në vitin e shkuar, në këtë vit apo në vitet që do të vinë. Pra do të flasim për një sezon turistik të shtrirë në kohë. Nuk është më i përqendruar vetëm në muajin korrik dhe gusht.
por i shpërndar në kohë të ndryshme, të cilat dhe pothuajse gjatë ditë vitit, dhe ne jemi koshient dhe kemi parë që ndoshta shtatori duket më mirë se që mund të parashikoj për shkak të flukseve të gushtit që ishin në rënje, jo në pritshmëritë e që kishin, por shtatori shikohet me tregues më pozitiv. Megjithatë, e kemi thënë dhe e themi se kursi i këmbimit është shumë i rëndësishëm për ekonominë e vendit. Sigurisht. Për rreziqet që ajo i mbart prodhimit vendas dhe për ta parë ekonominë tonë si një ekonomi konsumi që fiton nga importi dhe humbet në eksport, apo një ekonomi e cila duhet të zhvillojë dhe sektorët e vet të prodhimit dhe të eksportit. Pikërisht. Pra, kjo unë mendoj se edhe risku i madh që është lënë dhe ekspozohet Banka e Shqipërisë që të vazhdojë të blejë euro dhe duke lënë barrën aty për të rregulluar dhe ndihmuar kursin e këmbimit, mua nuk më duket normal. Sigurisht. Pasi do të duhej që të kishim të tjera strategji, të tjera veprime, duke përfshirë dhe aktorë të tjerë, për të mos e lënë barrën vetëm te ky lloj mekanizmi, i cili njëkohësisht i shton rreziqe edhe Bankës Qendrore. Dhe vitin e kaluar Banka e Shqipërisë bleu plot 933 milion euro, ju afruar shumë 1 miliardçit, një shifër rekord. Këtë vit e ka nisur me hapat nga dalt, janë publikuar vetëm dhënat për tremujorin e parë, bleu rreth 32 milion euro, por sasia pritet të jetë më lart në tremujorin e dytë, të dhënat nuk janë publikuar ende. Mendoni zotëri Ribaj se agresiviteti i Bankës së Shqipërisë në këtë drejtim, në blerjen e euros, do të jetë i njëjtë edhe për gjatë këtij viti? Në bazë të ecurisë të kursit të këmbimit dhe të tendencave, mendohet se do të jetë e tillë. Është e njëjtë. Dhe unë prandaj po them paraprakisht se duhet menduar edhe të tjerë hapa dhe të tjerë mekanizma të cilat duhet të ndihmojnë këtë aspekt. Dhe mos ngelet gjithë kërkesa vetëm te Banka e Shqipërisë dhe ekspozimi i saj në drejtim të vijimit të blerjes së monedhës euro. Pasi kjo shoqërohet me të tjera efekte. Ndoshta në një njëjtin kohë duhet të lënë e lirë për të parë vërtet nëse kursi dhe efekti do të vijojë i tillë. Ose vetë masat duhet të jenë të ndryshme, pra e thënë kjo, për të vepruar shumë aktorë të tjerë, pa kaluar konkretisht, të cilët duhet të ndikojnë në reduktimin e flukseve hyrëse, të cilat mund të jenë të tilla që pikërisht të japin impresionin e një monedhe të fortë vendase, e cila duhet të ishte e tillë për shkak të ekonomisë së vendit, apo të një spekulimi të mundshëm. Nëse ne do të shikojmë raportin e lëvizjes së euros me dollarin amerikan. Po, një euro është mbi 1.17 dollar, niveli më i lartë në 3 vite e gjysmë. Pikërisht, ndërkohë që nga ana tjetër ne shikojmë dobësim të euros në krahasim me lekun shqiptar. Pra është vetëm kërkesa oferta, zoti Ribaj? Pra ka shumë euro në ekonominë tonë? Po, kjo është një mendim i cili shoqërohet gjithashtu edhe me spekulimet e mundshme të veprimit vet. Ndërkohë, për sa i përket flukseve të pritshme për ta lidhur njëkohësisht edhe me strukturën, duke nisur nga 7 tetori, nga muaji i ardhshëm, SEPA do të fillojë të funksionojë zyrtarisht edhe në Shqipëri. Bankat do të jenë pjesë e të tregut përbashkët evropian në monedhën euro. Mendoni se gjithmonë në aspektin e këmbimit euro-lek në tregun e brendshëm do të kemi të bëjmë me tjera presione, sepse supozohet kosto më të ulta, shpejtësi më e madhe në transferta, supozohet të ketë më shumë dërgesa në Shqipëri? Ne edhe sot e kemi pas, sepse aktorët të cilët kanë qenë për transfertat e parave, transfertat e shpejta të parave, e kanë mundësuar këtë brenda ditës. Edhe bankat e kanë mundësuar këtë nëse do të doje dhe do të kishte nevojë për të këmbyer brenda ditës. Pra në një farë mënyrë tregu është mësuar me këtë lloj fluksi, por gjithashtu nga ana tjetër, çdo para e qarkulluar nga kanalet zyrtare, mua nuk më shqetëson se do të japi efekt në volatilitetin e shtuar të këtij kursi këmbimi. Më tepër volatiliteti dhe paqëndrueshmëria e theksuar
dhe shpejt, vjen nga të tjera flukse parash, të cilat nuk qarkullojnë në kanalet e sistemit financiar, të cilat duke qenë edhe në mungesë të informacionit të plot, në mungesë të menaxhimit të kohës, se sa shpejt dhe kur ju duhet ta kryejnë transaksionin dhe në padije, krijojnë të tilla ndikime në kursin e këmbimit. Pra, e thënë shkurt, antarësimi dhe vijimi i veprimeve me SEPA përmes SEPA-s nuk do të japi një efekt negativ në drejtim të vijimit, të forcimit të lekut dhe të dobësimit të kursit e euros. Janë të tjerë faktorë ata të cilët e dëmtojnë pikërisht këtë lloj kursi këmbimi. Ndërkohë, zotëri Baj, nëse shohim disa dëna që publikuan javën e kaluar, që tregojnë flukset e euros që vinë në ekonominë tonë, fillimisht remitancat për gjysmën e parë të vitit rezultuan në rreth 531 milion euro. Nëse do të bëjmë një matematikë të thjeshtë, për gjithë vitin pritet kalojnë 1 miliard euro sikurse ndodhi në 2024. Janë remitancat, kjo shifrë është në rrugë zyrtare, 1 miliard, por shumë të tjera dërgesa të emigrantëve në Shqipëri vinë në kanale jo zyrtare me të njohur mbase edhe ata vetë. Pra, janë emigrantët shqiptarë, janë remitancat një faktor që ushtrojnë presion mbi euron në tregun e brendshëm? Po, patjetër që kjo është, dhe sidomos kur kjo shkon për konsum apo investim, të menjëhershëm, pra nuk shkon për të kursyer, për të investuar. Shkon direkt për të blerë produktet më bazike. Direkt, pikërisht. Dhe kjo është shtuar duke pasur vështirësi në të ardhurat, qoftë edhe të banorëve vendas, dhe në rritjen e çmimeve të produkteve e të tjera gjëra si këto, e kanë rritur më tepër dhe ka shtuar presionin më shumë në rritjen e këmbimit valutor, pra të shitjes depozit parave të dërguara, qoftë në kanalet bankare, qoftë cash, për të shtuar më tepër këtë presion në këtë lloj efekti. Pra, absolutisht që kjo e jep efektin e vet tek kursi i këmbimit. Paratë e dërguara qoftë në mënyrë formale, qoftë informale. Dhe do të vazhdojnë ta japin, pra çka sa do të kemi dhe nevojën për të rritur dhe për të përdorur këto element. Nga ana tjetër, banka duhet ishin akoma më atraktive apo institucionet financiare, do thoja, jo vetëm bankat, në thithjen e këtyre parave në forma të ndryshme të investimit. Pra, të mos e lejojnë dhe krijojnë hapësirën e mundësisë së parave, qoftë ato që vinë përmes portofolit të vet individit, sepse është e lejuar ligjërisht, jo se bëjnë diçka ilegale, qoftë ato që vinë përmes sistemit financiar dhe tërhiqen më pas për të mbajtur në shtëpi. Pra, të gjithë institucionet financiare duhet që të punojnë më tepër për të shtuar gamën e produkteve, por qoftë edhe për të bërë të ditur produktet që janë në treg. Pra, të mos ngelemi në variantin tradicional të mbajtjes së parave në atë llogari ku kanë ardhur apo në atë depozit që kemi pasur, dhe të mos investohen për të gjeneruar më tepër të ardhura për ta. Pra, për të motivuar dhe ndihmuar njerëzit, banorët, shqiptarët, që të shohin dhe oportunitetet dhe mundësitë të tjera të cilat mund të jenë fitimprurse. Kështu do të nxisnin dhe do të motivonin që ata të mos konsumonin, mos i shpenzonin apo të bënin çdo gjë të blenin pasuri të paluajtshme, por të shikonin alternativa të tjera investimi. Kjo kuptohet që nga këto institucione financiare duhet të punohet më shumë, por edhe duke ndihmuar kahun e të ardhurave që ata japin. Pra të mos jemi në interesa minimaliste, apo në komisione të shtuara, që ua bëjnë që të mendojnë se nuk ka interes fare të investojnë në këto lloj produktesh, sepse s'u mbet asgjë si përfundim. Dhe në anën tjetër, shpenzimet e turistëve për gjysmën e parë të vitit rezultojnë në 2.1 miliard euro. Mos duhet njëkohësisht, zotëri Baj, sepse këto tregues, investimet e huaja direkte, shpenzimet e turistëve në vend dhe remitancat, ka përshtypjen do të vijojnë të jenë në vendin tonë për një kohë të gjatë. Mendoni se nevojiten jo vetëm politika monetare nga ana e Bankës së Shqipërisë apo ndërhyrje për të blerë euro, por njëkohësisht edhe ndërhyrje ose një koordinimi politikave monetare me ato fiskale?
Patjetër që po, biles më tepër për mendimin tim pritet në krahun tjetër, jo më vetëm nga politikat, nga ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë, por përmes politikës fiskale, për të pasur më tepër element që do ta ndihmojnë dhe do të ndikojnë në këtë faktor. Gjithashtu, këto të lidhura edhe me pjesën e mundësive për të investuar në industri të tjera të ekonomisë të qëndrueshme, qoftë agro, qoftë aqua, kulturë, të cilat mendoj se duhet punuar në drejtim të prodhimit dhe rritjes së prodhimit vendas, pra të investim për mund çuar çdo gjë në konsum të shpejt, po për të pas strategji të mbështetjes të investimeve në afat gjatë, duke bërë që dhe rezerva dhe qëndrueshmëria të jetë më pak volatile në drejtim të përdorimit të këtyre burimeve të ardhurave që vijnë nga jashtë. Ndërkohë që krahu i turistëve është i mirëpritur, shpenzimet e tyre, pavarësisht se pritshmëritë kanë qenë më të mëdha se sa realiteti, megjithatë, përsëri jemi në situatën që ajo është diçka pozitive dhe mirë, por të mos përqendrojmë gjithë energjitë e burimeve të brendshme të vendit në drejtim vetëm të kësaj industrie. Sepse ka rreziqe pastaj. Turizmit, absolutisht, sepse pastaj kemi shumë rreziqe të tjera të cilat në afat shkurt duket se jemi mirë, por në afat gjatë do të na ekspozojnë në shumë më tepër rreziqe dhe potencial për kriza të brendshme të ekonomisë së vendit. Pasi ne dim që janë industri të cilat nuk të japin stabilitet dhe qëndrueshmëri afat gjatë. Edhe një pyetje të fundit, zotëri Baj, sërish në lidhje me politikat fiskale më së shumti. Ne kemi një plan për deeuroizimin e ekonomisë shqiptare, por më shumë është euroizuar ekonomia jonë. Është e thjeshtë për shembull që sektor si ai imobilar, pasuritë e patundshme në tërësi, sektor tjerë të mobiljeve, të pajisjeve, që në shumicën e rasteve shiten të gjitha në euro. Është e thjeshtë për të realizuar një vendim të tillë për shembull, gjithçka të shitet me lek? Po, patjetër është e mundur, nuk është e pamundur, ashtu si shteti përcakton dhe çmime reference, ndërkohë që realiteti mund të mos jetë i tillë, por ja që e përcakton, të njëjtin gjë mund të bëj. Nuk e di se sa e shëndetshme nga pikpamja ekonomike do të jetë kjo gjë, që ti të imponosh një monedhë tregut, ndërkohë që je duke tregu e ka zgjedhur dhe i ka vetë mekanizmat. Unë besoj shpesh që tregu me mekanizmat e veta funksionon dhe e gjen ekuilibrin. Ndërkohë që shteti duhet të jetë mbikëqyrës për të parë ku ka spekulim. Dhe mos lejoj atë. Por të imponohet kuotimi i tyre në lek është e mundshme, por mendoj se do të krijojë deformime të tregut. Ndërkohë që deurizimi ka qenë një strategji për të aplikuar, nisi me energji të madhe, por ndërkohë që ngeli rrugës dhe vetë aktor publik nuk e nxitën dhe nuk e mbështetën rrymësinë e saj. Kështu që le të nisim nga ato që janë dhe le të bëjmë mirë ato që ne i kemi në dorë për t'i bërë mirë, dhe pastaj pse jo të shikojmë hap pas hapi edhe faktorë të tjerë të mundshëm. Zotëri Baj, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studion e televizionit Skan. Unë ju falenderoj juve. Ditë mbar.